Çdo fshat ka historinë e tij. Një histori të ndërtuar nga njerëzit, puna, sakrifica dhe tradita që kalon brez pas brezi. Në zemër të komunës së Suarekës ndodhet Vraniqi, një fshat që vazhdon të ruaj identitetin e tij, ndërsa përballet me sfidat e kohës. Bujqësia mbetet një nga aktivitetet kryesore, ndërsa shumë familje vazhdojnë të mbajnë gjallë traditat dhe vlerat që kanë karakterizuar Vraniqin ndër vite. Edhe pse shumë të rinj kanë marrë rrugën e mërgimit, lidhja e tyre me vendindjen mbetet e fortë. Gjatë verës, fshati gjallërohet me ardhjen e mërgjimtarëve, të cilët rikthehen për të takuar familjarët dhe për të investuar në vendin ku kanë rënjet. Në këtë story do të flasim për historinë e Vraniqit, zhvillimin, sfidat dhe planet për të ardhmen, përmes rrëfimit të kryetarit të fshatit, Tahir Kolgeci, si dhe banorëve që jetojnë e punojnë çdo ditë në këtë vend. Ju falenderit për vizitën që keni bën në fshatin Vraniq. Po thamë është një fshat pak i dallum për fshatrat tjera që ka një kulturë pak në mirëmbajtje ma dallum për fshatrat tjera, një fshat që ka bane publike në fshat. Jo që kemë vetëm mirëmbajtjen e fshatit nga ky punëtori që është këtu, po është një fshat vërtet që ka traditat kulturës, mirëmbajtjes, të bimeve, të festave kombëtare që janë, po thamë kështu. Edhe është mirë që keni ardhur në fshatin Vraniq edhe me vërtetu taman fshatin Vraniq kush është, çfarë bën, çka bën, çka punon, çka si. Paraversisht fshati Vraniq ka dikun 3.700-4.000 banor, po tani momentalisht nuk besoj që jem mbi 2.000, se di beli fiksa jem 2.000 ajo si jem rezident. Si gjitha fshatra tjera, si komuna jonë që jem komplet kështu, dallu me gjitha komunat e Kosovës që kem më shumë mërgjimtar, edhe fshati Vraniq gjithashtu është një prej në fshatrat që kem shumë mërgjimtar. Gjithë të shtëpi, po them një e tretë, çdo e treta shtëpi ndoshta është këtu, po 2 nuk janë këtu, njerëzisht. Projekte të rëndësishme, projekti më i rëndësishëm është që kem bën për 2022 që kem mirëmbajtjen e fshatit, është formuar shoqata Vraniqi, me emër shoqata Vraniqi, konkretisht iniciativë e mërgjimtarëve bashkë me mua si kryetar fshati, është kjo një pasqyrë vërtet që i jep pasqyrë jo vetëm komunës, po edhe ma tutje. E kem një punëtor në mirëmbajtje përcaktuar që ka një pagë dinitetshme kështu. Shoqata Vraniqi funksionon mirëfilli edhe janë përgjegjshëm të gjithë anëtarët e shoqatës. Anëtarë janë mërgjimtarët dhe gjithë ne që jemi tu. Mërgjimtarët varësisht prej shteteve që janë e kanë 120 era ka për shembull Gjermania, Zvicra, Austria, në Slovenia, tu ka gjallë era. Ka gjallë era. Në fshat, çdo familje në fshat ka obligim ka 20 era. Në emër të mirëmbajtjes së fshatit. Jo vetëm mirëmbajtjes së fshatit, por mirëmbajtjes varrezave, lapidarit dhe të gjitha këtyre. Fshati Vraniq ka disa sfida, jo vetëm ne. Ne prej kyçeve është fshati Vraniq nuk ka vend varrezave. E kem diku një 45 gjallëtari si kem këtu të mjaftueshëm, e ka nda komunën diku një parcel. Tu në gjithë me një Popolan, Vraniq Popolan jetë një fshat, e ka nda, po nuk ka investu kur që s'ka ndërmarrë me adaptuat atë projekt për me startu në atje. Realisht hapet varë mbi varë këtu, ku do që të qesh një varë, këto varrezat dalin eshna. Duhet mi marrë ato ishte, mi të bu, mi fut me një qësh atje, do me thonë, është nën një problemi varrezave fshatit, është nën 2 ujë pishëm për fshat, që nuk kem ujë mjaftueshëm. Jemi nuna si fshat, ka qenë një projekt vitet 80-81, ka qenë morja 2 varella, që ka me si kontest me Budakov atje, edhe ka mete, e për atëherë sot na mbjeshën tonë, ne na ka jashtë ati kontesti, i kemi të bu gjitha borimet, por nuk ka ujë mjaftueshëm. S'kem ujë mjaftueshëm për pije. Edhe kjo është ujë pishëm i 2. Nën 3 është kanalizimi një pjesë në fshat, prej këtu, prej qendrës fshatit e përpjet, është bon një kanalizim kur s'ka funksionu. Vërtet është terren i papërshtatshëm, se janë lidhën 2 lumej, edhe prej këtu përpjet, kapën 2 lumej në terren i papërshtatshëm. Po bile s'ka vy me himrat ati të bojnë
një investim mirëfillt, me gjithë inxhinierët mirëfillt që e bojnë me ato kuota, me sen, me ato rami sen, shka ta diun me bo, janë investu kot janë investu ato investime dhe sot s'ka pjesa, 1/3 fshati s'kem kanalizim. To tri i kem tri pengesa që vërtet e brenkosin fshatin Vraniç, që të trija janë brengë madhe për fshatin Vraniç. Si varrezat, ujë pishëm dhe kanalizimi. To trija janë prioritetët. Me që janë investimet për ministrisat e për sen, nuk jem të manë shënimet mirëfillta, po vërtet kush ka apliku, kush punon në drejtim, ka blektori, i kanë ndihmu. Vërtet është i kanë ndihmu. Përmes djeta e përmes komunës, aplikacioni përmes komunës, bëhet në ministri, po vërtet i kanë ndihmu, në përbuqësi kanë ndihmu. Ne për aty në Beceki e kanë bërë një kërkesë, e kem një tërë ujë që rrjedh 2 lume që bashkohen, rrjedh një ujë pa ndërprej. Edhe kanë bërë vitin e kaluar par vjeta, çfarë di. E kanë bërë një kërkesë përmes komunës, ministri kanë bërë, atje kanë adresu për kanal Tujitjes, edhe ne kanë bërë vitin e kaluar. Gjithë ata që kanë miell, sidomos Misra, se gruni Sujitit realisht, po Misër, kush ka miella nëna, vërtet ka qenë një mrekulli veti. Me po ato pjesë kanë ujit ka 3-4 herë, në sezon që kanë miell pak Misër, edhe ka qenë mrekulli veti. Na kanë ndihmu. Vërtet, po them këtë aspektin, bujqësi, blektori sen kanë ndihmu, me sa kam ndjeni, kanë ndihmu. Është realitet që kanë ndihmu. Halos kem sigurim shëndetësore pensionale, nuk i sigurim shëndetësor, që është prioriteti prioritetëve të një triut me bind. Nuk ka një ardhmërit sigurt, një fëmijë për kryen fakultetin, nesër me dalë, për merë Gjermoni, Zvicroni, që ata diun kuadrat të gatshme, për merë, përshkojnë atje 6 muaj ditë, për asiguron gjitha tarënët, gjitha sigurimet e këtë senet, këtu të nësë ka. Asë është mjerim. Na me investu këtu për mi shkollu ata 3, me kry fakultet, me bo magjistra, që ta dio inxhiniera sen, edhe me lëshu Kosovën, kjo mjerim. Turistik e kem një mrekulli në vete. Prej këtu fillon, në laga ty në shpive, ka fillu një rrugë, e kem që 1800-900 metra, shkon prej kem stanët. Gjithë fshati ka stanë në bjeshk. Edhe tash dikun janë bo një 3-4 stanë, janë bo, halo pa shku rruga atje. Ka shku 1 kilometër, po në gjysë, halo s'ka shku. Edhe është vërtet e merë atë standardin, atë meritin, si me thonë për një zertë që kanë bo atë meritin. Ashtu botë edhe ka na, se edhe ka stane që janë tokë bujqësore, edhe ka kapacitet për blektori me mojt, edhe ka për piknik me shku, për dëshirë, për qef, kështu më knaqë, vërtet është një vend i mrekullueshëm. Po thamë, kem një përkrajet mirëfillt për se unë si kryetar fshati, kam kërku, bili kam thonë, lej do rrugë tjera, shka janë këtu rrugisën e për fshatën përsen, na qonë, na afron rrugën e stanëve, të shkojmë atje, të orientohen njerëz me blektorie, me bujqësie, me shkatadiun, e me biznes pëlldarijës, sikur Jezerci, po thamë, kanë bëni vërtet të bëni piknik i hatashëm Jezerci. Njëtë e kemë na kur që si mungon bjeshkës tonë me Jezerci, kur që si mungon, vesh rruga. Kur të bëhet rruga vërtet, ko me qeni me krullin veti, ju i një të ri, kini me përjetu vetë, kini me orë, kini me po, qëfar e ko, bjeshka ju. Në ne, thash, me urgjens presme të kryet projekti për ujtë pishëm. Në 2, varrezat e fshatit. Në 3, rruga e stanë. Janë këto 3 projekte që vërtet edhe kanalizimin, se ceka, kanalizimin fshatit që 1/3 fshatit në për kanalizim. Për banorët fshatit, është a priori jem t'ju them mos e lëshoni fshatit. Une jam pensionist. Ku do që të m'afrohet një banesa ma mirë, e du Prizren, se shkollën mes me kam kryrë në Prizren, e du në shpijet, fakultetin Prishtinë, e kam Prizren e du. Po qëfar do banese, ku do për rrëth bistrisët, ku do që të m'afrohet. Une nuk e lëshoj me shku me jetu atje, falët mi për në to. Une, që qëtu kam shpinë pak ma për dhe qëfar knashtësi jem këtu me jetu. Nuk, e kam të trit, jetonin Vraniç, mos e lëshonin Vraniçin të mërgjimtarët, investonin fshat. Investoni sa është një për fshatra ma të bukur Vraniçi. Është mrekulli me jetu këtu. Ajë që vjen vish një avë jeton për rrëth këtyne që këto bjeshtë, të pisha që janë këtu pari, është vërtet është nësi. është knashtësi në vete. Mjena për 2023-ës. Në prell, ja kom njësë me 22 prell, 2023-ës.
Detyrat e mia me mbajt ambientin është që të mbledhim betoninat, të i shprozi shport të shka i kanë qitë shoqata vraniqit, dhe së dy t'i pastroj vorrezat, lapidarët dhe skajorët të rrugëve. Problemat më të mëdha që janë të vëdësu fort shumë me betonina, hudhjen e betoninave në tokë. Kushtet të shoqatës janë tepër të mira, para letës nuk më kalon keq, më kanë blerë edhe busin për shërbimet, që unë ju shërbej edhe për kohë funeralit, për shembull që i qajt të vorreza në xhamin vorreza. Mesori im është që ta mbajmë ambientin sa më të mirë e sa më të bukur, mos të hudhim betoninë vend e pa vend. Gjithashtu edhe deshta mi falendëru gjithë fshatin vraniq për respektin, kryesinë e fshatit edhe kryesinë e shoqatës, që deshta t'i falenderoj qaq shumë që më respektojnë e që më rrinë gati kur të kam nevojë. Ky është Vraniqi, një fshat me histori, traditë dhe njerëz që vazhdojnë ta ndërtojnë të ardhmen me punë e përkushtim.